Si një banor i denj i trevës së tij, autori Agim Lika nuk ndalet së shkruari për zonën ku ka lindur, Ishmin. Këtë herë në duart e lexuesve Lika sjell botimin Folklori i krahinës së Ishmit, një libër që synon në ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës dhe traditave, zakoneve dhe riteve të vendlindjes së tij. Pas një pune të gjatë dhe intervistave të kryera në fshatra të ndryshme të zonës së Ishmit, Agim Lika ka synuar të sjellë një studim të mirëfillt, që ka rëndësi jo vetëm për vendlindjen e tij, por edhe më gjerë, për të njohur dhe nxjerrë në pa vlerat më të mira folkloristike, që banorët kanë ruajtur dhe trashëguar ndër vite. Ky është libri i 10 i imi, Folklori në krahinën e Ishmit, i cili vjen pas një pune të gjatë hulumtuese në zonën e Ishmit. Jam krenar për librin e folklorit, i cili do t'i shërbej brezave për të njohur traditat, zakonet, ritet, për të njohur gjitha ritet e dasmave, fjalë të urta, bestytni dhe gjithçka që lidhet me folklorin e krahinës së Ishmit. Në takimin letrar të mbajtur në sallën e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Durrës, të pranishmit që morën fjalën vlerësuan rëndësinë e botimit të Agim Likës dhe theksuan ndër të tjera se etnografia përbën një pasaport universale të një krahine apo hapësire të caktuar. Për këtë arsye, ruajtja e burimeve më të hershme dhe përcjellja e tyre brez pas brezi krijon dëshminë identitare të një popullsie, pavarësisht nga numri apo shtrirja e saj gjeografike. Votimi më i fundit i Likës vjen pas 2 studimeve për zhvillimin e arsimit në zonën e Ishmit.